Fondacioni Fëmijët Shqiptar, drejtuar nga zonja Liri Berisha, është bërë një model suksesi në kontributin që po jep jo vetëm në Shqipëri për ndërgjegjësimin dhe sensibilizimin për autizmin, por dhe për trajtimin e fëmijëve që vuajnë pasojat e këtij çrregullimi. Kontributi personal i zonjës Berisha është vlerësuar maksimalisht nga personalitetet të ndryshme botërore që merren me studime, trajnime e trajtimet të autizmit, si dhe zonja të para nga vende të ndryshme të botës në takimin vjetor për autizmin, organizuar nga Autism Speaks në New York, ku zonja Berisha për të 4 vit ishte e ftuar nderi. Personalitetet e pranishme në këtë takim, si bashkëshortja e sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Ban Sun-tek, Susan Wright dhe Bob Wright, drejtues të Autism Speaks, kanë vlerësuar rolin dhe kontributin e zonjës Berisha në drejtim të autizmit, lidhur me ndërgjegjësimin, krijimin e qendrave të trajtimit, ndërtimin e kapaciteteve për rritjen e shërbimeve si dhe për kujdesin e vazhdueshme për fëmijët autik. Shqipëria sipas tyre fal angazhimit të zonjës Berisha e ka kthyer fuqishëm në vëmendje përballjen me sfidat me këtë çrregullim. Zonja Berisha në këtë takim ka bërë një prezantim të punës së Fondacionit Fëmijët Shqiptar, sikundër bëri të ditur se përballja me autizmin në Shqipëri gëzon mbështetjen e fortë të kryeministrit Berisha dhe Ministrisë së Shëndetësisë. Autism is one of the important issues for Albania. Autizmi përbën një prej çështjeve të rëndësishme për Shqipërinë. Fondacioni Fëmijëve Shqiptar, që kam kënaqësinë të drejtoj, është bërë sot një katalizator i fuqishëm i ndryshimit të qëndrimit të familjeve dhe shoqërisë tonë ndaj çrregullimit autik. Fondacioni është promovuesi i vërtetë i ngritjes së fondeve për trajtimin e fëmijëve autik, asistencën e familjeve të tyre dhe trajnimin e profesionistëve të shëndetit. Mjaft rëndësishme ka konsideruar zonja Berisha takimin me përfaqësuesit e Ministrive të Shëndetësive të vendeve të Europës Juglindore mbajtur në Tiranë, e cila ndihmojnë në krijimin e rrjetit të autizmit për Europën Juglindore. Nisma më ambicioze e Fondacionit të Fëmijëve Shqiptar është krijimi i një qendre kërkimore dhe trajnuese, e cila do të ofrojë paketë shërbimesh, aktivitete shëndetësore, edukuese dhe sociale për fëmijët autik dhe familjet e tyre. Ndërtesa e re do të ketë 16 ambiente klinike për vlerësimin dhe trajtimin me pajisjet e nevojshme. Më shumë se 150 fëmijë me çrregullime të spektrit autik dhe familjet përkatëse do të marrin shërbime në shtëpi dhe në qendër. Zonja Berisha ka ftuar zonjën Ban Sun-tek të marrë pjesë në inaugurimin e kësaj qendre, ftesë e cila u mirëprit me kënaqësi. Zonjat e para vizituan edhe një shkollë për fëmijët me çrregullime të autizmit, ku pan nga afër teknologjinë dhe metodat që përdoren me këta fëmijë. Zonja Berisha u takua me përfaqësues të lartë të qendrës më të madhe të autizmit në Katar. Gjatë takimit u diskutuar për një nismë të re nga ku do të përfitojë edhe Shqipëria, si dhe për avancimin e bashkëpunimit ndërkombëtar. Përfaqësuesit nga Katari, duke vlerësuar si shumë të rëndësishëm hapin e qendrës së re të autizmit në Tiranë, ofruan mbështetje financiare për arredimin dhe pajisjet e teknologjisë së informacionit, si dhe për trajnime për stafin. Gjatë qëndrimit në New York, zonja Berisha pati takime me personalitetet të ndryshme botërore, mes të cilave dhe zonjën Michelle Obama, si dhe mori pjesë në sesionin mbyllës të iniciativës globale Clinton, ku ishte e pranishme dhe sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Gjatë takimit, zonja Berisha zhvilloi një bisedë me ambasadoren zonjën Melanie Verver, përfaqësuese e qeverisë amerikane për çështjet globale të grave. Zonja Verver u shpreh impresionuar për angazhimin e zonjës Berisha në ridimensionimin e figurës së humanistës shqiptare Nën Tereza.